Mario Mitaj është rikthyer sërish në planet e Al Ittihadit. Lëvizjet në merkaton e dimrit hapën një vend për mbrojtjen e kombëtares që është preferuar titullar me minuta të plota në 3 ndeshjet e fundit. Al Ittihadi po kalon një moment të vështirë pasi si kampion në fuqi është jashtë garës për titull. Në përfundim të 21 javëve mban vendin e 7 në elitën e futbollit arab. Tifozët kanë surprizuar lojtarët në stërvitje sot duke treguar mbështetje ndaj tyre pasi largimi i Karim Benzema ishte moment delikat. Në qendër të vëmendjes ishte edhe Mitaj për të cilin kënduan dhe nga video e shpërndar dallohet se i është rikthyer buzëqeshja mbrojtësit shqiptar. Mbështetja në stërvitje erdhi një ditë para ndeshjes me Al Garafën në Championsin Aziatik. Ky takim është programuar sot prej orës 19:15 dhe Mitaj pritet titullar nga trajneri Conceição.